Përshëndetje, sot do të sjell recetën e sulgjashit që mendoj nuk ka njeri që nuk di ta gatuaj. Por gjithsesi unë kam vendosur të jap versionin tim. Marrim një gotë nga këto të çajit turk dhe e mbushim plot, e lajm orizin mirë dhe e mbushim me pak ujë, e vendosim në tenxhere presion dhe e lëm të zihet për 12 minuta. Marrim orizin, e vendosim tek tenxheria, i hedhim qumshin dhe një paketë vanilje. E lëm të zihet në një masë mesatare, e kam vendosur tek gjashta dhe për këtë masë unë përdor 3 lugë me sheqer. Pasi e lëm të zihet përsëri, i vendosim një lugë me niseshte. E përziejmë derisa masa të na bëhet e një trajtshme, marrim pak nga sulgjashi, e përziejmë me niseshten dhe ja hedhim masën të gjithë sulgjashit. Ja kështu do na trashë sulgjashi, e hedhim nëpër gota, e lëm të ftohet, i hedhim përsipër kanellë dhe e shijojmë. Ju bëft të mirë.